Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ka një diskutim kohët e fundit në mbar kombin shqiptar, rolin e UÇK-s gjatë luftës dhe rezistencës heroike të vitit 1999, por edhe më përpara. Ka një debat të fundit që kush ishin luftëtarët e UÇK-s, a kemi një listë të plot të atyre që luftuan me armë në dorë, por edhe atyre që mbështeten. Shkak për këtë u bë dhe një debat për një personazh tashmë i njohur publik, Dritan Kocaj, për të cilin ka debate nga më të ndryshmet. Ajo më kryesorja është që ai dhe babai i tij ka qenë pjesë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por rrethanat më pas dhe pjesëmarrja e tij në protestën mbarkombëtare bëri të kishte një lloj përplasje midis përfaqësuesve të maxhorancës të qeverisë dhe zotit Kocaj. Por ajo më e rëndësishme afare është cila është e ardhmja dhe fundi i procesit të ish luftëtarëve drejtuesve të UÇK-s në Hag. Për gjitha këto do të diskutojmë një personazh që unë kam shumë për zemër, ka qenë dhe herë të tjera në emisionet e mia dhe një njeri kompetent me detyrën, e theksoj këtë, kryetar i organizatës veteranëve të luftës të UÇK-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Astrid Huskaj. Astrid, falenderoj shumë për prezencën dhe për faktin që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës direkt edhe në studion e emisionit Dekalog tonë drejtare të vetë. Falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën. Tani, përveç të tjerave, se po më shikojnë kështu dhe thonë çaj ka landi këta. Sot më ke krijuar një kënaqësi të veçantë. Më ke dhënë këtë medaljon të familjes Jashari, që shumë pak veta e kanë fatin që ta kenë këtë, dhe unë e çmoj këtë si një dhuratë të jashtëzakonshme, të veçantë, mos e them dhurata më e mirë që mund të më bërë në jetën time. Pra, familja Jashari, familja që ka derdhur gjakun lum për kombin shqiptar, më ka dërguar nëpërmjet Astridit këtë medaljon të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mund të thuash dy fjalë, çfarë është ky medaljon? Okej, ai medaljon është se familja Jashari ja e personalitetet të veçanta dhe një ndër ta ka dhëruar edhe ty një. E falenderoj shumë, dorë në zemër për familjen Jashari dhe jam i bindur që çdo shqiptar e vë dorën në zemër për ta, për gjithë ata që kanë kontribuar, por edhe për këtë dhuratë kaq të çmuar. Ju falenderoj shumë. Zoti Huskaj, vinte diskutimi që sa herë që diskutohet për UÇK-n, shoqëria shqiptare dizet zjarr, fillon aty gati vetëm armën të rrëmbejnë aty. S'ka më armë, po ama në rrjetet sociale, domethënë nëse do kishim gazetat, dikush do thotë gazetat morën flak, do shkruanin. Pse sa herë përmendet përbërja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka një sensibilitet? Pse? E vërtet kjo që thu në kohë të ndryshme po hapen debate tash për lidhur me UÇK-n, sepse UÇK-ja ndroi epokë edhe pasi që është edhe aktuale, çështja e UÇK-s natyrisht që ngjall interesim për debat publik. Ne do ta ndërthurim bisedën edhe me disa fotografi, por përpara se të fillojmë me fotografitë, ti besoj e ke ndjekur debatin për Dritan Kocajin dhe babain e tij, por kryesisht për atë. Ju mendoni që ky debat erdhi për shkak se ai mori pjesë në protestë? Shkaku nuk e di saktësisht mirë, po debati ka qenë ndoshta i ka kaluar dhe çdo etik, sepse Dritani ka qenë UÇK. Dritani nuk ka qenë në fronten Kosovë, do të thotë Si, domethënë ai ka qenë antar i UÇK-s, ka qenë në Elshan. Ku është Elshani ka qenë një qendër stërvitore periferit Kukësit. Domethënë brenda territorit të shtetit shqiptar. Brenda territorit shqiptar, ku aty oficerët shqiptar kanë trajnuar pjesëtar të UÇK-s, sidomos ata që kanë ardhur nga Perëndimi, nga Amerika, nga Evropa, edhe një ndër ta aty ka qenë edhe Dritani. Dritani me çfarë pozicioni ka qenë? Në bazë të informacionit që kam unë prej shefit të operacionit Shegjeta, Bislim Zirapi, general Bislim Zirapit, e kam diskutuar, ndoshta s'ka 4-5 ditë që kam diskutuar pikërisht për këtë çështje. Ai thotë që ka qenë për rekrutimin e oficerëve shqiptar që ti gjenë oficerët shqiptar dhe ti bjen në UÇK. Mirë, do të ka qenë si ndërlidhës. Po mirë, pozicion goxha i rëndësishëm. Absolut, natyrisht. Edhe Dritani ka qenë aty. Po jo në ato suaza që Dritani, kam edhe anën e tjetër të medaljes për Dritanin,
Jo në ato suazat që të dritani isha në Kosovë, bem këtë e berat, bem këtë u që ke, në Kosovë s'ka qenë fare, në një. Nuk ka qenë fare? Ja ta sqarojmë, falë. Gjatë luftës s'ka qenë fare. Do me thënë, je duke thënë që ai ka qenë pjesëtar i UÇK-s në stërvitje brenda teritorit të shtetit shqiptar, por në Kosovë gjatë asaj kohe nuk ka qenë. Absolut. Nuk ka qenë asnjë? Jo, absolut. Ai ka thënë që unë kam qenë, ka luftuar. Këtu është esenca e këtij debati që dalin dhe kundërshtohen. Unë pikërisht e kam diskutuar edhe këtë çështje me Xhavit Halitin në Zekën, që do të thotë opinioni i gjerë njeh Xhavit Halitin apo Zeka, edhe ma ka shëruar edhe ai. Do të thotë Driton Goxhaj s'ka qenë aktiv në luftën brenda territorit shqiptar, ka qenë aktiv në veritë Shqipërisë, në qendra stërvitore ku ka ekzistuar në Elshan. Atë qendër kam vizituar edhe vetë disa herë. Do të thotë në kohën kur kam qenë me ekipin amerikan për. Do të thënë, zoti Huskaj, do të thënë ju e keni të konfirmuar, të vërtetuar? E kam konfirmuar për njerëzve kompetent, do të thotë, edhe për shefit të operacionit Shigjeta, General Bislim Zyrapit, edhe nga Xhavit Haliti, po edhe nga kryetari i Velet UÇK-s, që edhe deklarata e tij qëndron 100%. Zoti Hysni Gucati, që thotë Dritan Goxhaj s'ka qenë brenda territorit shqiptar, do të thotë. Po mendoj, brenda territorit Kosovës gjatë luftës, por ka qenë në veritë Shqipërisë. Edhe po babai i tij, Dilaveri? Dilaveri Goxhaj? Dilaveri është një divizion tjetër. Dilaveri ka qenë i kyçur direkt në luftë. Me Dilaverin jam takuar dhe para se me hyrë në luftë, do të thotë. Po. Edhe Dilaveri ka qenë pranë shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Po. Ka kryer detyra shumë të rëndësishme. Po. Edhe natyrisht, edhe për Dilaverin edhe për Dritani ruaj respekt veçantë, mirë, po për Dilaveri është tjetër kalibër. Tani, pse Dritani thotë që kam qenë në luftë? Pse? Çfarë? Nuk e di çka e shtyn ata të thotë kam qenë në luftë. Mund të konsiderohet luftë edhe pjesëmarrja në... Po, patjetër. Ai ka qenë aty për qëllimet luftës, do të thotë edhe mund të quhet edhe që ka qenë luftë. Tani, është një dokument që është qarkulluar dhe është publikuar që ai ka marrë para. Tani, ju jeni njeriu që mund ta shpjegoni këtë. Si është kjo e vërtetë? Okej. Unë nuk konsideroj që ai ka marrë pagë në kuptimin e të qenë mercenar. Po, jo, larg. Ai nuk ishte mercenar. Jo, absolut. Po. Po oficer të caktuar që i kanë viftu UÇK-s apo individ me profesione të caktuara që i kanë viftu UÇK-s, edhe janë ardhur në kyç në UÇK, natyrisht që familja e tij është dashur të hajbuk. Po shpreh në masë popullore. Nëse Dritani ka ardhur dhe Dilaveri ka qenë luftë, kush t'ia mban familjen, kush t'ia mban nanin, kush t'ia mban motrën, unë nuk konsideroj që ka qenë pagë. Ka qenë një ndihmë për mbajtjen e familjes. Kush jep ato lek? Kuptohet, jep kjo shtabi i përgjithshëm. Po mendoj njësia logjistikës që ka qenë kënaqë në Shqipëri. Merrin edhe të tjerë si kjo? Sigurisht që kanë marrë të tjerë, aty ka dalë në listë, e keni pa edhe emra të ndryshëm, që nuk kanë qenë paga, kanë qenë ndihma për familjen, sikurse ka ardhur për UÇK dikush nga Zvicra, e kalon familjen. Kush do t'ia marrë familjen? Tani kjo nuk ishte për këtë dorë. Ja, nuk ishte... Fjala vjen ju, për shembull. Jo, unë s'ka marrë asnjëherë, absolut. Jo, ti nuk e marrë se s'kishe nevojë, apo? Jo që s'kisha nevojë, se çdo njeri ka nevojë, po ndoshta si kisha nevoja që i kishin familjet e tyre. Që ishin më probleme. Me probleme. E kuptoj. Shumë interesante kjo dhe me shumë vlerë. Do ta shoqëroj me foto, vetëm ju lutem Regjia, ti kalojmë sa më shpejt. Po, këtu çfarë është kjo? Okej, kjo është një foto që publikohet për herë të parë, është ekskluzive, edhe askush që sa vite që po bën. Çfarë është kjo foto? Kjo është, unë do t'ja përmend vetëm emrin, jo mbi emrin. Ky është Dave. Ai amerikani? Po, është shefi i CIA-s për krejt Ballkan, ka qenë atë kohë. Shefi i CIA-s? Po. Edhe jemi në para objektit shikut në Kuks. Po. Gjatë një aksionit bombardimeve, kur i kemi jep koordinatat që aeroplanet... Po personi tjetër kush është? Astriti, jam unë. Ti aty? Unë jam aty. Ale qa thua, bur. Do thotë, është fotografi që ndoshta thënë çdo protokoll shtetit amerikan që njëjtë CIA-s del me flamur shqiptar, edhe unë kam flamurin amerikan. Dhe ti me flamur amerikan? Amerikan, po. Ua, sa e bukur, po ti e to është një rast kur Bislim Zurapi edhe Zeka, Xhavit Haliti kërkojnë që të bombardohet një pjesë e pashtrikut lart ka Kërshi Vlanës, sepse ishte shumë rrezik, edhe ai aksion o dash me për 2 orë, 3 orë. Na jemi konë në bord të shikut,
Një fotografi tjetër sigurisht do tjetë edhe kolonel Ram Kuca, shefi Shikut, edhe do të këta e kanë shu koordinatën direkt në Washington, jo në Bruxelles, edhe gjatë aksionit aeroplaneve bombardu Kërshivlanës është shujt. Me qëfar u bombardua? Nga aeroplanet amerikanë, naturisht. Jo, sigurisht, për qa aeroplan? Saksisht nuk e di. Nuk e di, e? Ja, saksisht. Foto tjetër, që nga jazë, ti e ke korniz besoj këtë në shpi. Kam. Këtu? Këtu jemi në një takim me ekipin e KFOR-it, që do të janë aty KFOR-i amerikanë, që ata shev, po, që unë jam aty në mes. Unë këtu e mbaj takimin, a i me syze. Me syze? Po, këtu ku ke syze tani ti? Unë i kam opëru syze, i kam majtë për mi 15 vite syzet. Ti bëj dhe për kësyrsin aty? Jo, unë isha koordinatori shtabit përgjithshëm me ekipin e tyre, edhe janë pjesëtar ndryshëm të KFOR-it, që jemi ullë pas lufte për me bisedu për çështjen e transformimit apo demilitarizimit. Tani, kam i pyetje, a kemi në një database të sakt, sa është numri i luftëtarëve të UÇK-s? Oke, kjo është një pyetje që duhet të sqaru pak ma zgjanimisht. Unë me urdhër Tagim Çekut, ish shefit shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, pas hyrjes të KFOR-it, po me NATO-s Kosovë, unë jam emëruar koordinatori shtabit përgjithshëm me IOM. IOM, do të thotë që ka qenë organizat për risocializimin e transformimin e jetën civile të ushtarëve krejt. Çdo numër që mund të jepet, mund të ketë shpjegime të ndryshme. Sepse ligji, veteran, ti thu sa ushtar apo sa luftetar? Atëherë po themi sa antar? Antar kanë mund me qenë 50.000, 60.000, po luftetar veteran, edhe zot i kësaj dite nuk janë mi 20.000. Këtë duhet të sqarojnë opinionin. Po sa është numri sakt? Ma thuaj me shifër? Po nuk mund të thuhet me shifër, pa i ndo kategorit. Se ju keni dhe në kategori? Se me ligj... Mirë, të gjitha kategorit, sa bëjnë? Veteran mund tjetë edhe Roland Qafoku, që ka ndimu mediatikisht njërën ma absolute UÇK. Jo, për mua do ishte ndërë, por nuk mund të futë. Por Roland Qafoku nuk do tjetë veteran luftetar, është veteran luftetar, veteran antar dhe veteran pjestar. Mirë, veteran luftetar, sa ishe? Ska mi 20.000. Jetë duke thënë 20.000? Jam kështu super i sigurt, se unë kam punu në shtapin përgjithshëm në departamentin e personelit. Do dhe 20.000 luftetar? Pa, luftetar. Veteran luftetar. Veteran luftetar. Po. Kategori e dytë? Kategori e dytë mund t'jenë 13.000, 14.000. Qa janë ta? Veteran pjestar. Pjestar. Që do të thotë? Rolandi ka luftu në 88-ën, po për shkaqet ndryshme, pasi ka qenë në ushtri vullnetare, e ke lëshu ushtrinë dhe e shku të familja jote, apo e këtu në përëndim. E nga këta që kanë qenë dhe janë këthyrë? Do të thotë, ata quhen veteran pjestar. Do të thotë, nuk e kanë përfunduar luftën. Po. Dhe kategoria e tretë? Është veteran antar. Sa? Sa mund tjetë aty 15.000, ndoshta 12.000, varet sa... Qarë bëri këta? Këta veteran antar është njerëz që kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme për luftën, jo çdo një individ me para, me logjistikë. Po ja, kanë qenë atë kategorizuar, se tash me para kanë ndihmu komplet popullsia jashtë, po më ndaj Mërgata. Por Rolandi ka qenë kryetari i fondit Vellinja 3. Rolandi o marrë me blerjen e mjetëve për luftën. Rolandi ka transportu mjetëve. Do me thënë, zoti Uskaj, e gjitha, do dhe shumatori e gjitha është 50.000. 50.000, aty do tjetë, po. E kjo, edhe një sqarim. Kjo duhet opinioni ta kupton. Mos thojnë kur, janë duke u paguar 60.000 veteran, 60.000. No, asot e kësaj dite nuk marrin paga apo atë pensionin stimulus. Sa merr një veteran sot? 205 euro më duket, më runë e smarë, e ke parasysh, po... Të treja kategorit njësoj? Jo, vetëm veterani luftetar. Vetëm ata marë, 20 misha? 20 misha, as veterani pjestar, as veterani antar. Dhe 20 misha merë 205 euro. 205 euro, shumë pak. Shumë pak, o pension stimulus që apë diun që janë ato, beneficione si janë ato. Vetëm ata që jetojnë në Kosovë? Po, vetëm veteran që janë në Kosovë, edhe që janë veteran luftetar. Se në certifikatin e veteranit, është e kategorizume. Do të kur Komisioni Shtetëror, pranë Kryeministrisë, që i ka bo verifikimin e veteranëve, ka shkru veteran luftetar, veteran antar dhe veteran pjestar. Tani, dashakëqit apo gojkëqit, nuk thonë janë 20.000 veteran, po janë 60.000 veteran, natyrisht janë veteran 60.000, po janë 3 kategori. E kuptoj, shumë i qartë. Foto tjetër, ecim, se kemi shumë foto për të kohë. Këtu? Këtu, ja, Ram Kuca, kolonel Ram Kuca,
Unë jam në mes, që 2 gjipat amerikanë do të thotë janë me C-25, Tu jeni të shiku i Kuksit? I Kuksit janë me tabela diplomatike, Po? Dhe ai ka qenë një zavend si një person i ekipit amerikanë. Foto tjetër? Po këtu? Okej, këtu jemi në New Jersey. Këtu jemi në nëntor të 98-s. Në nëntor të 98-s. Jam kthyer nga lufta, kam shku për festat e flamurit në Amerikë përsëri, për mu majt takime me komunitet. Dhe u ktheve përsëri? Po, jam kthyer përsëri mbrapa. Ai këtu në fillim është Veton Binakaj, në zyrën e Veton Binakaj, unë jam krahun e tij. Ky ulur është ai agroni, ky Vetoni, Lum Haxhiu ndoshta ja keni dëgjuar emrin e gjithëve. Ai është Xhabir Zharku, komandant Çorri, edhe ky është Sadri Binakaj, vllau i këtyre 2 Vetonit dhe Agron Binakaj. Këtu kemi qenë në New Jersey, të Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tu bo diskutime për çështjen e armatimit, se si të vjet armatimi në Shqipëri dhe pse në Kosovë. Po, kemi diskutuar ndoshta në opinion. Po, e kemi. Për ato snajperkat 12.5, Barrel, Grizzly ato. Se ju keni dërguar ato snajperet? Me ato Chicago 00? Po, absolut. Ju keni dërguar ato? No vetëm unë, po grupi. Po grupi juaj. Po. Se dy nga ato ju sekuestruan në Rinës. Jo, kemi e vet. Jo, kthym prap. Jo, kemi dhuru, sinqerisht. Tani pritani se unë kam bërë raport lajme. Okej, ata i kanë sekuestru. Dogana shqiptare bëri një skandal në atë kohë. E di. Për tur taketë, kanë ngjelur një orë më. Janë arrestuar 2 persona. Enver Isufi dhe Kolgojçi. Nuk i mbaj mend emra. Enver Isufi. Dhe turpi më i madh, Dogana shqiptare sekuestroi dhe arrestoi për 2 snajpera të ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Rinas, që ishin me avion. Mirë, po gjatë diskutimeve që kanë thonë ai marrë mos i marrim, kanë thonë okej, ju mund t'i merrni. Jo kemi lënë policisë. Dhe ato nuk shkuan në çik? Jo, absolutisht. Me vërtetë ke, po ky skandal. Po pse skandal? 2 snajperë kemi dhuru policisë shqiptare sen së boja. Ora më ne kishim nevojë të luftonim Kosovës, ne policia shqiptare. Lutem. Foto tjetër, jo, është turpi më i madh i doganave shqiptare. Tani ky është një dokument që mund të shkruaj. Ky është një dokument i Fondit Velindja 3, kur unë Astrid Huskaj ka marrë $60,000 nga fondi i New Yorkit, pikërisht nga vëllezërit Binakaj dhe Xhabiri. Ata që kishin foto. Edhe Marrem Dovolani. Edhe me mision caktumi kam shkuar në Detroit, kam bërë dorëzimin e këtyre $60,000. 50,000 ka me Pjetër Nikolaj, që o marrë me blerjen e snajperkave. Edhe 10,000 ka me Luigi Gjokaj, që ka qenë kryetari i Fondit Velindja 3 për Detroit. Edhe shkruan aty shumë bukur. Për blerjen e disa veglave, se s'kan mujt me shënu për blerjen e armatimit, që ku është lartë? Po, vegla, për disa vegla. Për disa vegla. Po e thot atje për FVSH Detroit. Për Fondin Velindja 3 në Detroit. Kuptoj. E kuptoj. Edhe këto $60,000, janë një pjesë shumë e vogël, se na kam shkuar edhe disa herë tjera. Janë kur janë ble ato 126 apo 130 snajperkat në Michigan, Detroit. Tani, shënime të tjera, këto mjete u dorëzuan në praninë e Luigi Gjokaj. Luigi Gjokaj, e kuptova. Okej, foto tjetër? Po këtu? Këtu jem në selinë qendrore të OVL-s në Prishtinë, me kryetarin Gucati, me kryetarin e organizatës veteranëve për Klin Nasser Balaj. Zavend si OVL UÇK-s për Amerikë, zoti Florence Seferi, edhe unë jam këtu një vizitë. Foto tjetër? Po këtu? Okej, këtu jemi në një proteste në New York. Po, në New York. Po. Kur kam shku në nëntor, do të thotë, ke majt një protest... Nëntor të cilit vit? Jo, më falë. Kjo protest është në Mars 98-s. Mars 98-s. Në Manhattan. Kjo protest është në Manhattan. Unë jam aty. Po lejojt që juve të esin me uniformë ushtarake? Po, Amerika ishte me neve. Po, Amerika të lejon me pruarën. Faktikisht, shteti shqiptar i bënte ato. Misioni shqiptar, në pranë KBS, ka qenë Agim Nesho. Agim Nesho, po. Unë kam kontaktu me Agim Nesho në 10 herë kom pas takime. Cili ishte roli ti? Roli ti ishte informimi i strukturave amerikane, që ai ka pas ato kontakte, natyrisht, dhe sqarimi tyre se ndaj atyre strukturave që UÇK-ja. E vlerëson ambasadorin? Unë kam shumë respekt për Agim Neshon. Kam edhe fotografi private me familjen e Agim Neshos. Agim Nesho ka qenë, do të thotë, mos të thomë ndoshta në çdo, po 99% takime këtu UÇK-s dhe në opinion publik ka qenë Agim Nesho me ne. Bravo, më vjen mirë për ambasadorin.
ka bo të pamundshmen, ka bo tek strukturat amerikane, ka bo në United Nation, ka botuar edhe një libër, e ke lexuar? E kam lexuar libër. Foto tjetër. Po këtu me ke? Jam me Petrit Zonaj, një ish oficer i ushtrisë shqiptare, një Skënderbegaz, jemi në Philadelphia, kur ka ardhur presidenti Bajram Begaj. Foto tjetër, shumë interesante. Kjo dega e Ove Leuçikës në Sheba, vetëm dizajni i degës. Foto tjetër? Këtu jam William Walker. William Walker, ambasadori, personaliteti i jashtëzakonshëm. Fal këtij u bë publike ajo masakra e Raçakut. Këtu kam qenë në Philadelphia përsëri, edhe të më dhuru librin me dedikim personal zoti Walker. Shumë e bukur. Këtu je në zyrën e tij? Në zyrën e tij? Jo, në zyrën e bijve të Shqipës. Po më lidh diçka tjetër me Walker. Gjatë qëndrimit në Borg, Nasim Haradinaj dhe të Hysni Gucatit, unë avokatin e Nasimit kur ka në Amerikë, kam dërgu mu taku personalisht me Walkerin, se ka shkru një letër për gjykatin Hagës, kështu që kam njohje personale me Walkerin. Shumë interesante. Foto tjetër? Okej, këtu jemi në qeshort në 88-ës. Ani, ku jeti këtu? Ja, ajullën Grounten, po me... Këtu? Po s'u zet ku i ke? Po i kam bajtën, po thëmë, gjatë luftës... Kur shkove në luftë nuk i kisha, ja. Do të thotë 99-ën i kam marrë. Unë jam aty Astriti, aja aty mbi mu është Agim Mazrekaj. Po? Aja ka qenë me mu kur o vra, dhe të kam qenë... është vrar, ha? Po, kam qenë me te, shumë afer me të. Ajo është avdyll më shkolle, komandanti i gardës Dugaxhinit. Kjo është Kajtaz Krasniqi i Malishevës, edhe ai një bashkëluftëtar Ali Haska, edhe ai ka vdekur pas luftës, mirë po, këtu jemi në frontin e Vokshit në vitin në qershor në 88-ës. Foto tjetër? Gzimi! Këtu jemi me Gzim Shëntollin. Gzim Shëntollin. Përshëndesim Gzim Shëntollin, një mik i vjetër i imi, një njeri jashtëzakonshëm. Kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me shoqatën Skënderbeu në Amerikë. Edhe këtu edhe Gzimi është dekoru me një mirënjohje prej operacionit Shigjeta, edhe ja kanë dërguar në Amerikë. Atje jemi në një manifestim kulturor. Gzimi është një njeri jashtëzakonshëm, një zemër gjerë, një njeri shumë i maturuar dhe pse ishte disa vjet më i madh, më gjante akoma shumë i madh pikërisht prej maturisë së tij. Je dakord me mua? Është i veçantë, po them sinqerisht, është një punëtor i jashtëzakonshëm. Bashkë me Margaritën, bashkëshortën, i përshëndesim dy se unë kam të dy nga edhe fëmijët, nuk i njoh fëmijët se ai ka ikur në Amerikë dhe nuk i njoh fare, po atë dhe bashkëshortën i kam studiuar për mjekësi, kanë diplomuar, janë punojnë për telemedicinë, i ka shumë përformuar. Më vjen shumë mirë për këtë arritje të Gzimit dhe përshëndes bashkë me Margaritën, bashkëshortën e tij. Po, foto tjetër? Këtu është pikërisht edhe që ajo ditë e protestës, në mars 98-ës, pas masakrit, me 13 mars mos gaboj. Këtu jemi me një protestues, po unë jam aty. Tu e lexu një deklarat prej UÇK-s. Këtu është një senator amerikan, tash më ka kalu me emri i tij, po këtu jemi në bin para OKB-s të majt fjalim. Në New York. Po, foto tjetër? Ja, këtu jam përsëri unë në atë protest. Kjo është Xhabir Zharku, komandant Çorri, që kemi qenë atë protest përbashkët në New York. Po këta fëmijë shumë e lezetshme këtu. Komuniteti i ka vesh për ato ishin plumba, kështu fishek. Jo, foto tjetër? Fake. Po këtu? Këtu jemi në Cahan, një qendër stërvitore për Mikrum, fshati i parë për Mikrum. Para se mund në gjitë për Pashtrik, në frontin e Pashtrikut. Këtu jemi me dy bashkëluftëtarë, është Dervishuk Haxhaj, edhe Kujtim Gojçaj më zgaboj. Jemi tu bogati për munisë për front lartë. Foto tjetër? Këtu? Këtu jemi në Koshare. Po? Aty bësh beteja me madhe? Aty beteja e në bënë gjithonë, nuk kam qef mi përkufizu ka bëhen beteja. Po Koshare ne kishim gati si... Unë jam aty ratën... Fjallë kyqe? Krevat. Po? Kjo është Hysem Berisha, ja keni dëgju zërin. Kjo është Frashë Roseku. Po?
Dhe këtu ka qenë në këtë dhomë me neve edhe Xhemal Fetau, heroi i kombit Xhemal Fetau. Po, foto tjetër, se janë disa foto, janë shumë foto dhe prandaj duhet të ecim sa më shpejt që t'i komentoj. Po këtu? Edhe kjo është në Voksh. Ja, ky është shumë interesant. Pse? Ky Menhender Vishaj, komandant Puçi, është veti treti vëlla dëshmor. Ua, tre vëllezër. Tre vëllezër dëshmor. Të vrarë. Po. Po ku vranë të tre? Ky është vranë, më duket në komunën e Istogut, në fshatin Zabllash, mos gaboj, më me gabu. Po këtu kemi në Voksh, përsëri këtu jemi në Voksh me Menhender Vishaj, Hisret Kyçyku, Galan Mehmetaj, Kadrush Bajra edhe unë jam në fund atje. Tre vëllezër të vrarë. Tre vëllezër janë dëshmor. Ka raste tjera zoti Uskaj që kanë kështu që janë vrarë? Duket ka edhe në Drenica një dy familje tjera që i ka 3-4. Katër ka. Familja Ahmeti ka 4 vëllezër. Si, katër. A të kujtojnë emrat? Familja mbi emrin kush? Ahmeti. Ku në Drenicë? Në Drenicë, po. Ali Koshan, a Laush, nuk jam i sigurt, po janë duket në Laush. Në Laush, jo në Drenicë. Ja, po Laush është në Drenicë, një fshat. Mirë, po flas që është fshat i Drenicë, aty i rajoni. Dhe katër vëllezër. Katër vëllezër dëshmorë. Të vrarë, po nuk jetin vëndu, u vrarë? Jo. Për shembull, njëri i vllai i Puçit është vrarë afër Obilicit atje. Do të thotë, ai ka qenë fronte ndryshme, po tre janë dëshmorë të një familje, tre vëllezër. Dhe ishte shumë interesante një intervistë me prindrit e atyre. Ka edhe dy vëllezër, i kanë lënë edhe dy vëllezër. Ose dhe me një nga vëllezërit që po deshe ta aranjojmë. Me shumë nëjësi do të realizojmë një intervistë. Do të aranjojmë intervistën e... Okej, të falenderoj. Foto tjetër. Ti e këtu? Po, unë jam këtu... Qa po merë aty në sniper? Sniper. Do të thotë, këtu jam në Voksh, në kullën e Nitajve. Po? Pozicionet e Serbëve kanë qenë lartë dhe ne jemi këtu i vëzhgu, natyrisht, luft. Ata kanë të ndu me në vrana, kemë të ndu me vra. Ti ke qëlluar në këtë moment? Kom gjujt. Ke gjujt? A ke vrarë në një? Kom gjujt. Vetëm kaq, ke gjujt. Kush ka bërë foton? Se tani ti jesh në luftë, ta kesh me bërë foto? Ja. Kanë bërë foto bashkëluftetarë tjerë që kanë qenë se na jemi ndruar, ne s'kam mujtë më ndaj tonë kohën në pozicion të i rujtë forcat serbe. Kishe frikë? Qëre, të thamë sinqerisht, ka frikë deri sa të hysh brenda. Mas të nëjnë është anet dhe dy dhe kalon frika, se mësohesh, me granatime, me push, e kalon atë tremin. Jo, kjo është foto, se unë thash për e të parën për kornizë, po për kornizë ti duhet kesh këtë. Ja. Foto tjetër? Po këtu? Këtu janë parasemonisë për me kalu kufirin, që edhe bashkëtarët e Tropojes janë armatos me në ndimu neve. Ky është nga Tropoja? Ky është nga Tropoja. Si ka emrin? Sforcoj memori, t'ja themi emrin. Ku, në që vëndje? Jam në Shqipshan. Do të thënë, ai është një plak tropojan që ka mbi pushkën? Që Demaj e ka mbi emrin. Demaj. Po emrin s'm kujtohet. Demaj e ka mbi emrin, djali ti e ka emrin Mustaf. Mustaf Demaj. Plakut s'pja kujtoj emrin. Dy djemt e ti kanë qenë në luftë. Në luftë, Po, në luftë. Në Tropoja? Nga një fshati Tropoja. E çfarë bish ka Shqipëria? Edhe qëre plaku me plis bardh, ka që vjetër e ka ka pushkën e armën neve me luftu. Kjo është e jashtëzakonshme. O çfarë? Para se mu nisë për kufi. Para se të nisësh. Ky ka armën e. Ka ardhur ky me plaku. Plaku ka armën e. Plus dy djemi ka pas në luftë. Dhe dy djem në luftë. E lera ato, po shtëpia ti ka qenë bazu që do të thotë. Ku kem pas na jemi hy, kemi marrë me hongër, me pi, na kanë çka kanë pas mundësia, e ke parasysh? Çfarë? Na kanë prit, na kanë përcjell, do të thotë. Çfarë emocionesh krijojnë këto lloj historish. Foto tjetër. Këtu jemi pas luftën në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, do të thotë javën e parë pas luftës, masi kanë hyrë forcat e UÇK-s, në Prishtinë jemi këtu, në shtab përgjithshëm po. Foto tjetër. Edhe këtu jam parasemonisë për front, unë kam qenë në 98 në 99, këtu jam afër kufirit me një qenë gjerman të kufirit. Ky është pastor? Pastor gjerman, po. E morët edhe në luftë këtë? Po, edhe e kanë vrarë forcat serbe. Kanë vrarë forcat serbe qenë? E kanë vrarë, po. Si mes? Po është bare një emision që na kanë xhiru tu hyen kufi, është një televizioni ARD dhe CDF i Gjermanisë, që jemi bashkë me këta tu hyn kufi. Po mirë, e vranë me snajper qeni? Sigurisht me snajper, po e kanë vrarë. E kanë vrarë. Si quaj qeni? Lisa. Lisa, ha? Po. Unë kam pas kështu ofert të nëjërët. Ishte i zjorë, bëndën e veprim?
Unë po thëmë, televizioni Gjerman ka bo xhirim për se si kemi hyrë na me këta të bo kjo ullumtimit ku janë minat edhe ku janë... Se ky do të bënde provat i parë, provat e para, po. I zbulon të minat ku janë. Dhe serbët e vranë? Edhe e ruj me shumë nostalgjike. Dhe serbët e vranë me sniper? E vranë, po e kanë vranë me sniper. Besoj bët me vërtet ceremoni sikur t'ishe njeri? Absolut. E kemi varrose, ishte gjendje lufta, po kupton? Po, e kam pas kam kujtim të mirë me to. Po, foto tjetër? Po këtu? Këtu jemi në trupat e mbrojtjes të Kosovës pas demilitarizimit të UÇK-s. Këtu jemi në një ushtrim fushor Shqiponia 4, ku marrin pjesë gjitha forcat e KFOR-it. Edhe unë kam qenë të e sfigu komplet operacionin me se si o ka hecë operacioni fushor Shqiponia 4. Foto tjetër? Unë jam këtu. Po. Po këtu? Edhe këtu jemi në Vaksh, do të thotë në frontin e Vakshit. Foto tjetër? Këtu tani? Këtu jemi në Pashtrik. Në Pashtrik? Po, në Pashtrik. I manë mund emrat e këtyre? Gjithë ndoshta jo, po i marë Skender Lajqi, Dervishu Kaxhaj, Arsim Bruçi, Uran Rexhepi, unë jam aty afër, tjerëve s'pja maj gjithve emrat se dhe fotografia nuk është shumë e pastër. Ja, po atje mund t'ishe me një rezolucion tjetër? Ja, nuk po mëni... Nuk e... Okej. Ja, po këtu? Jo, nuk e o di emrat, po të mësit që jemi konë gjatë luftime, këmë bo një fotot për bashkë. Kishit fotograf të posaçme? Ja, nuk kishit. Foto amatore. Okej, foto tjetër? Po këtu? Okej, këtu jemi përsëri në zyrën e vëllezërve Binakaj. Amerikë? Po, Muharrem Dovolani, kryetari i Fondi Vullnetja tret për krejt Amerikë. Vetoni, Agroni dhe Nasim Haradinaj. Nasimin sigurisht e keni ndëgju zërin. Okej, foto tjetër? Tu jemi të kur o bo përurimi bustit të Nën Sale dhe Babs Hamit, familjes Jashari. Tani, a i automatikush i Jasharit? Po, jo Jasharit, është i Hamid Jasharit. Hamid Jasharit. Do të thotë, shtëpia e parë para se të sulmohet familja Jashari, se këta janë kushërit afër, kushërit parë, mas parë jo sulmu familja e Hamid Jasharit. Po, i vranë. So është në hyrje të pa shkuar të kulla e Jasharit. Dikon 100 metra pa shku të kulla e... Dhe i vranë ata? Lere që i vranë. Po ka luftu plaku edhe plaka, deri sa ja kanë shem kulmin e shtëpisë me helikopter, edhe s'janë dorëzu. Edhe i ka zonë për fundin e nuk janë dorëzu. Pas 26 viteve, o gjetë në rënoja të tyre, o gjetë e shëpsaj vjetër është i ndryshur komplet. I ndryshur, shumë interesante, shumë lërë. Foto tjetër? Këtu jam duke dhuru një certifikat mirënjohje për Ali Sopaj, një oficer i ushtrisë shqiptare që ka qenë pjesëtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe jemi në Philadelphia. Foto tjetër? Këtu jemi në ngritin e flamurit për pavarësinë e Kosovës në Kennerike, ka qenë një delegacion nga Kosova. Kennerike ti i thua Connecticut? Connecticut, po. Se Kennerike i thonë të vjetër, të shqiptarët e vjetër, Kennerike. Kennerike, se thoshin, nuk e shqiptonin do të dhe Connecticut. Është shpreje kështu tonë edhe në Kennerike. Kennerike, po. Jemi para buildingut, para ndërtesës të Connecticut, do të thotë që a ditë ngritet flamuri me shtatë shkurt, flamuri i Kosovës, shtetërori i Kosovës. Foto tjetër? Po këtu? Ja, ky ka qenë ideali Age Mazrekaj, që ishte, po, që tash kam qenë me ta në traktor, ky është do të thotë 20 minuta, 30 minuta pas vrasjes, që vetëm kemi shti brenda dhe kemi rregullu kofomen, që kam qenë me ta. Ky është i vramë. Foto tjetër? Po kjo? Kjo është, edhe kjo publikohet për herë të parë. Çfarë është kjo, ky vërtetim? Okej, këtu tregohet se për me mbulu aktivitetin me ekipin e CIA-s në objektin e Shikut, unë është dash t'jem antar i Shikut. Do të ishe i Shikut shqiptar? Ishe i Shikut shqiptar që të mbulohet në premtaria. Shërbimi informativ shqiptar? Ja, Shikut. Shërbimi informativ kombëtar? Kombëtar, atëherë ka qenë. Edhe unë jam pajisë me një dokument që të mos kem probleme... Nga kush Fatos Klosi? Jo, Ram Kuca, natyrisht, me urdhër të Fatos Klosit. Po, kryetari lokal? Kryetari i Degës ma ka jep dokumenti, po kuptohet me autorizimin e Fatos Klosit. Do të ti pas ke qenë, do të ky ishte kamuflimi?
Ishte kamuflim se diçka në objekt shikut, që bëjnë aty, ke parasysh, njerëz të shifshin të hyje të dalë, çka bëjnë amerikanët dhe unë, çka bëjnë objekt shikut, se shi, ekipi CS ka qenë i vendosur në objekt shikut. Ka pas 5-6 zyrat aty tyre. Shumë interesant këtë dokument, shumë interesant. Askush nuk ja, edhe këtu po du me dalë të pa ndërhyrje në temë. Po? Unë kam edhe një dokument tjetër. Që? Çfarë E kam thonë në një intervistë në Part-Enden, Zoti Qafoku. Del XY pa përmend emra, edhe thonë, kemi qenë koordinator bombardimeve të NATO-s, të del një njeri mbi tokë, që ka vërtetim. Kush ka qenë koordinatori i bombardimeve të NATO-s, unë publikisht kërkoj falje. I vetmi kam qenë unë i emruar prej Xhavit Halitit Zeka. Natyrisht që ai ka marrë miratimin e Klosit, ka marrë miratimin e ambasadës amerikane Marizalina, kush ka qenë atëherë, edhe unë kam dokument vendim që kam qenë koordinator për shtabin e përgjithshëm dhe ekipin amerikan. Ekipi amerikan, unë dihet që ka qenë, se s'kan qenë aty gazetarët, apo kanë qenë në shërbimin. Dhe unë kam atë dokument i emruar prej Xhavit Halitit. I pranuar natyrisht, për veri ka qenë në operacionin Shigjeta Bislim Zyrapi, edhe unë kam pas kontaktet përditshme, mos thom edhe ka 5 renditje, me General Bislim Zyrapin, me Zeken, që askush tjetër si ka taku. Foto tjetër, po. Këtu është, aty ku në dham shpirti mas shumëti, është Kadri Veseli, që fatkeqësisht sot është i këndapum në Hag atje, bashkë me presidentin Thaçi, me Jakub Krasniqin edhe Regjen. Edhe kjo ka qenë një vizite në Amerike Kadriut, dikun një javë para se mu themelu ushtria e Kosovës para 14 dhjetorit 2018. Tani, si datë e themelimit, kush është? Okej. FSK-ja ka qenë jo me statusin e ushtrisë. O dasht miratohet ligjin parlament që FSK-ja të kalon në Forcat e Sigurisë Kosovës. Po, forcat e sigurisë të marrin mandatin e ushtrisë. E ushtrisë. Se me pakon e atisarit kanë qenë forca vetëm për reagimet civile. Jo, e kisha fjallën UÇK-ja, kur e ka datë themelimin? UÇK-ja ka me 17 nëntor 1995. 195. 17 nëntor? Jo rastisht 17 nëntor. Pse 17? Pa është çlirimi I kujt, i Tiranës? Pa. Po çfarë ka çlirimi i Tiranës me? Po pse mos ketë simbolik? Do të thonë 17 nëntor 1995, dita e themelimit të UÇK-s. Ku u themelua? Dëgjoj, celulat kanë ekzistu emrimi se dokumentin që ti the më herët në bisedë para emisionit të që marrën Glen Kasmin e ke mik për gusht, unë kam një respekt jashtëzakonshëm për to, e kam thonë edhe herën e kaluar në studio. Ai ka dokument, është i botuar, pyetet lutem Marek Glenin, në Institutin Albanologjik të Kosovës, ka qenë një seminar për histori e kështu, do të thotë ai ka dokument, Marek Glen Kasmi ka ligjëratin që është faksimili që UÇK-ja o themelu fund vitet e 60-s, fillim vitet e 70-s, nga shteti shqiptar. Po, emblema e UÇK-s është ajo që pëthom une. Se UÇK-ja si strukturë është të themeluar për shtetit shqiptar dhe kjo, po të thomë publikisht, për i drejtuam edhe kamerës, të del dikush të thotë jo, pas që e ka botu dokumentin që e ka gjetë Marek Glen Kasmi. Do thotë, fund vitet e 69-70, është themelu me vendim forcat për çlirimin e Kosovës. UÇK. Ku themelua, ku në ç'vend dhe kishte një ceremonial, ka pas një edhe madje një filmi. Ja, absolut. Po mendon në atë kohë? Jo, në 17 nëntor të 95-s. Vendimi për formën e emblemës është në Zvicër. Është në Zvicër? Po, edhe a di kush e ka propozuar? Ku? Kush? Xhavit Haliti. Xhavit Haliti. Edhe emrin, UÇK. UÇK edhe formën e emblemës e ka propozuar Xhavit Haliti edhe Adnan Aslani. Kush e ka dizenjuar? Adnani e ka dizenjuar, propozimi është i Xhavit Halitit, po do të thotë dizajnin e ka bo Adnani dhe i ka thonë, është e mirë, është e mirë dhe Zeka e ka miratu. Shumë interesante. Tani, më ngasmove me këtë përsëri të historisë, ka një tendencë
për ta sfumuar rezistencën e UÇK-s, për ta sulmuar, për të denigruar dhe luftëtarët e UÇK-s, për të denigruar ata që ndihmuan UÇK-s, gati dhe kjo është një teori e Kasmit që është e njëjta siç po bëhet dhe me sulmit e rezistencës luftës së dy botërore. Cili është komenti juaj për këtë? Okej. Fillojmë prej rezistencës antifashiste të luftës së dytë botërore, që është vetë themeli i shtetit shqiptar. Po mos t'ishte ajo rezistencë, do të kishte Shqipëri. Po ta bëjmë analogjinë, po mos t'kishte UÇK-s, do të kishte Kosovë. Edhe forcat e errta natyrisht ata, dëgjoj Roland, një problem është këtu. Ata që s'kan mujt kurr me gjetë veten në orientimin e drejtë kombëtar, tash prej xhelozisë private, pse Rolandi ka qenë nuk zgjedhin metoda me sulmu, se e kanë për turp, se s'kanë bo asgjë. Lere që s'kanë bo asgjë, po ndoshta i kanë shërby anës të kundërt. I kanë shërby anës të kundërt, e kanë sabotu luften, kanë propagandu kundër lufte, pa dash me kalu në politik, pa dash me kalu, sinqerisht po them, Albin Kurtit ju ka ofru t'jetë në UÇK, ju ka ofru ja uniforma, edhe hade hynë resht, mos shkomon Prishtinë, se pas largimit të misionit verifikus KVDOM që o quj qaj vokeri. Rrim të Albin Kurtit, se që shumë e rëndësishme kjo. Albin Kurtit thej që i është ofruar për të qenë në UÇK. Likoc, Kur? Në mars 99-ës. I kanë thënë që hajde në UÇK? Jo, ai ka qenë në Likoc në vizit me Adem Demaçin, me legendën e Shqipërisë. Edhe ka qenë sekretar ose përkthyesja Adem Demaçit pranë zyres përfaqësuesit politik për UÇK që ka qenë në Prishtinë, zoti Demaçi. Dhe ai nuk pranoi? Nuk ka pranuar, kanë qenë në territorin e Drenicës, pranë shtabit përgjithshëm, edhe i kanë thonë, mos u kthen Prishtinë. Nuk jeti kalibri Adem Demaçit që Adem Demaçin e ka njohur bota. Ty mund të arrestohesh edhe prej serbëve. Ja uniformen, hynë rresh, e ke edhe për siguri tënden. Dhe i tha jo? E ka refuzu. Lere që e ka refuzu. S'ka marrë pjesë në rreshtimin, janë fotografit ku këtu është rreshtimi që i ka nep rivis që quhet në ushtri këti zotit Demaçi. Albin Kurti është në anën e kundrët atje. Po pse arrestuan pastaj Albin Kurti? Ata duhet me ditë interesi ja ka qenë i serbë apo i këtij pse u arrestu. Jo, kjo është një akuzë shumë fortë, zoti Uskaj, mos po bëni dhe ju të jetë gjë që po bëjnë ata të tjerë. Jo, ndëgjoj çafuku. Unë nuk mund të them. Jemi korrekt. Jemi shumë korrekt. Unë kemi deklaratat e bashkëburgosurve zotit Kurti që tregojnë për sjelljet e tij në burg. Një ndërto është ku i lejohet zotit Kurti të japë intervistë nga burgi i Pozharevacit. Të vinë gazetarët e botës, edhe zoti Kurti del të japë intervistë. E tjetra është zoti Qafoku, i vetmi i burgosur, apo i kindapuar, që po bëhem me Kurtin këtë rast, që o liru me urdhër të Koshtunicës, presidentit serb, është Albin Kurti. Është dokument. Jo duke akuzuar Kurtin si njëri i serbëve? Mos qof njëri i serbëve, veprimet e tij deri tash kanë treguar se është në shërbim serbëve. Kjo është një akuzë shumë e fortë. Edhe është e bazuar. Thash, presidenti serb e ka shu urdhër për faljen e Albin Kurtit. Pse presidenti serb nuk e fali vllaun e Recep Selimit? Pse presidenti serb nuk e fali Nait Hasanin? Pse presidenti që kanë qenë më figura se Kurti? Nait Hasani është bashkëluftëtari i Adem Jasharit. Nait Hasani ka qenë 5 ose 6 e parë e celulave të UÇK-s Drenic Llap Dugazhin. Pse nuk u liru Nait Hasani? Pse u liru Albin Kurti? Edhe një rast për Kurtin, pa kaluar politik. Në 98-ën, zoti Kurti, kur ka qenë ajo kanë Kosova Network Action, do të rjeti organizatave jo qeveritare të Kosovës, bla bla bla, në Beograd, ju lutem lypni në YouTube, në Beograd ka qenë njëri privilegjuar të majtë fjalimet, të thonë, ne çështjen e Kosovës nuk duam ta zgjedhim me luftë. Jam kundër lufte. E ke me zë figurë, edhe ju bëj lutje gjithë atyre që kanë një argument kundër, të dalin të të demantojnë. Okej, tani, kemi liderët e UÇK-s në Hag.
Çfarë të dhënash ke? Çfarë po ndodh me procesin dhe është në fund? Okej. Pritet me 16 shtator do të thotë është shpallet verdikti. E kanë konfirmuar tashmë së shtynë se e kanë caktuar edhe orën. Po, çfarë ore? Ora 10, po, 10 mëngjes. Atë sa do zgjas, nuk dihet aty procesin, por do të fillon. Na kemi qefë më liru gjithë, edhe urojmë që të lirohen gjithë. Tisa informacione që kemi, thojnë, dikush nga ta do të dënohet, po Hashimi do të lirohet. Kemi informacione po që do të lirohet presidenti. Urojmë që të lirohen gjithë. Mos të kesh kuptuar. Hashim tha që lirohet. Po, detyrimisht. Tani ti po jep një lajm të jashtëzakonshëm dhe unë kjo na kënaq. Urojmë edhe herë të lirohen gjithë. Po ata poshtërsinë vetë mundohen ta justifikojnë disi se 6 vjet ti mojsh burg. Domthon ju jeni i sigurt që tha që lirohet, por nuk është e sigurt për 3 të tjerët. Po, nuk jemi të sigurt për 3 të tjerët. E rëndë është. Po, shumë e rëndë. Për të 3 të tjerët, po gjithsesi është një lajm i mirë që lirohet presidenti. Lideri UÇK-s. Lideri UÇK-s dhe presidenti i shtetit. I shtetit, ja. Dhe kryeministri, se po presidenti që kryeministri, presidenti, drejtori i drejtorisë politike të UÇK-s, do të thotë prej strukturave të para të UÇK-s ka qenë. Një nga dëmet më të mëdha që është bërë Kosovës mbas. E vërtet. Megjithatë ky është një lajm i mirë, fjala jote në vesh të Perëndis dhe urojmë që 16 gjithë lirohen. Do jesh në Hag në 16? Besoj që po. Ti do jesh në Hag, do presësh atje. Domethënë më premto këtu që do bëjmë një lidhje nga Haga. Nga Haga, po të premtoj. Domethënë të shikojmë situatën që të kemi dhe Thaçin në lidhje. Do t'jetë në pjesë e protestës aty të e prit lirimin e Thaçit. Kryetari i Veles Hysni Gucati ashtu u marrë me... Do organizoheni, domethënë. Do organizohet një marsh atje tu prit për vendimin. Në gjitha qytetet e Kosovës do të ketë LED wall për të e prit. Edhe kuptohet Serbët ka dojnë me bo protest me 15 që të kërkojnë dënimin e tyre. Serbët do bëjnë protest në Beograd? Që të kërkojnë dënimin e tyre. Po që janë këta të organizuar? Shteti organizuar, natyrisht. Së është një të merë i tyre. Okej, kalojmë të foto tjera, po shqyr në dhe një lajmë të mirë, Astrid, dhe të falenderoj shumë për këtë. Këtu? Këtu atë vizit që është para shpalljes. Po, ishte një dhe. Foto tjetër? Ja, aty shifet vetëm pak varri, i ati që ka vdek me ne. Këtu jemi në ceremoninë e varrimit ati luftëtari. Keni qëlluar besoj në ajër? Po, natyrisht. Gjithë jemi në... Qartë. Foto tjetër? Vështum aty. Do shtë s'ka më. S'kemi? Kjo ishe foto? I pas ke kaluar. Kjo e lirimit të Thaçit është me vërtet, por pyetja ime është, nëse kjo ndodh, dhe besoj do ndodh, se ju i keni informacion të sakta, ndryshon politika në Kosovë? Qëre, s'po du me opinion, sepse ajo është hala mrenda. S'du me mos të indikon diçka në vendimin, sigurisht vendimin të shomar, po vetë emri Hashim Thaçit ka ndikim në politikën e Kosovës. Natyrisht që do të ketë ndryshime. Ka ndikim, mos thonë do të ketë ndryshim, se po paragjykoj, mirë po do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm skenën politikët të Kosovës, brenda Kosovës. Do ndryshoj? Si e parashikon ti? Çfarë do ndryshoj? Po sigurisht që këta që duar trokitën dhe nuk e ndihmuan fare procesin e Hagës. Po mendoj nuk e ndihmuan fare të kindapurit e Hagës. Për ata nuk do të jetë lajm i mirë lirimi i tyre. Edhe po më detyron... Kjo është një turp, zoti. Po më detyron u kthy te pyetja jote më hershëm se më the pse pe bën Albinin kështu. Është dokument nga Haga, ku Albin Kurti drejtohet Hagës dhe i thot: vizitat që i bëhen Thaçit nga familjarët, nga vëllezërit, Thaçi po flet për politikën dhe zgjedhjet në Kosovë. Edhe është letër e konfirmuar nga institucioni Hagës, edhe është sot po të pyesësh ti dhomat e specializuara, ta japin atë kopje ku për hir të asaj letre që e dërgon Albin Kurti, Hashim Thaçit i kufizohet takimi me fëmijët, një djalë i kufizohet takimi me vëllezërit, edhe i kufizohet takimi me bashkëpunëtorët më të ngushtë që
ka qenë gjatë gjithë periudhës pas luftës në Kosovë. Është dokument zyrtar që Albin Kurti i drejtohet Hagës që thotë kufizojani takimet Thaqit sepse ai po flet për zgjedhjet në Kosovë. Ku i ndihmon kjo? Po du me dalë të pyetja jote. Lirimi i tij natyrisht e trëmb. Natyrisht e trëmb. E trëmb Kurtin. Absolut. Tani për situatën politike në Kosovë që brenda asaj bie 1 vit e gjysmë janë 3 zgjedhje. Po. Është një turp, është një skandal. Si e analizon? Okej. Politik, po du me të bëni një analogi. Në 98-ën, dhe në 2002-ën, kanë qenë Kongresi Amerikan dhe Senati ka qenë 49-50. Me 5 në një falë. Për një vot, arrit të Kongresi me bo kompromis me Senatin, Republikan dhe Demokrat. Që Roland, po t'i votojmë shtu ligje, po i kemi 2 vota mongi, hade votojnë një ju këto, pi bashkuojmë votat. Albin Kurti e ka një problem, thot, e ka fitu qevërin, populli ja ka e voten, kur zgjedhjen në Kosovë si në kontestu asnjëherë. Atë NATO ledzu, ja kanë uru fitorin o krejt. Problemi është tu, ti nuk ke vota me zgjedh presidentin. Çka mendon ti? Unë jam parti politike në këtë rast. Supozojmë. Pse ta votojnë ty kandidatin ton? A bojmë kompromis? Albini nuk është njëri kompromisit ku është në pyetje pushtetit i personal. Edhe këtu e në argumente. A afronte opozita kandidatin të i ke hiqe kandidatin ton, pasi ti e ke krye parlamentarin, e je edhe kryeministër, e pja presidentin opozitës. Bon marrëveshje me ne? Pse i bën këto Kurti? Don të ketë çdo gjë në kontroll në dorën e vet. Çdo gjë. Pse do të ketë në kontroll çdo gjë? Është një egocentrik i jashtëzakonshëm. Se ju nxorë dhe njëri të Serbisë. Unë thash ekzistojnë dokumentat, unë nuk e... Jo, këtu kam një argument kundër unë që Okej, thuaj të lutem. Nuk ka mbetur as i politikan i rangut lart edhe në Kosovë dhe Shqipëri pa akuzuar për Serbisë. Jo, nuk pajtohem me këtë. Po jo, thashin e kanë akuzuar. E kush? Ja. Dëgjoj, tani thuhet këto që është akuzuar si punëtor i Serbisë, është akuzuar prej Sali Berisha. Po, Sali Berisha është akuzuar. Edi Rama është akuzuar. Ilir Meta është akuzuar. Pandeli Majko është akuzuar. Fatostano është akuzuar. Ja, dëgjoj. Akuzat nair, jo në akuzat nair, ose për motive politike. Unë ku të thomë ekziston dokumenti, ti përmenda rastin e Likocit, që s'ka pranu tjetë në sheke, ta përmenda rastin e Beogradit, që keme intervist, Roland nuk po thomë unë, o ka e thot Albini me zë e figurë, ku thot, ne jemi kundra i lufte. E sot o veteran Albini. Si që veteran? Veteran i ushtrisë shërimtare të Kosovës. I kategorisë parë? Po, a i njëri që e ka kundërshtu luftën. I kategorisë parë? Po, i kategorisë parë. Po pse keni thonë, ju e keni fajnë? No, për arsye se ka thonë, unë kam qenë në zyrën e Demaqit, edhe e ka... Jo, a i mund të këtë qenë, a i mund të atë thotë, po a ka qenë? Po, e ka ndorë, Komisionin Qeveritare ka ndorë burri dhe a i shpall... Do dhe në këtë prerë para gjoj që kryeministri Albin Kurti është edhe veteran luftëtar me armë dorë i luftës. Që, me armë dorë, është veteran luftëtar, i cili nuk e ka përfundu luftën, edhe po tishte me armë dorë, për shkaqe të caktuara. Do t'ishte në kategorinë e dytë. T'ishte në kategorinë e dytë, se nuk e ka përfundu luftën, zotëri. E këto i ben Albin Kurti. Jo, barazosh Albin Kurti me Hashim Thaqin? Po, tash s'moj edhe pa e thonë ata ku thët gjithë politikanet. E kush e ka akuzue Edi Ramen për Serb, e akuzon vetëm opozita, Sali Berisha. Kush e ka akuzue Fatosnano, ma thuoni, për pas takimit kretës që Berisha, do të thotë, gjdo kundërshtar Berisha e quan bashkëpunëtor të Serbisë. Unë ta kam thonë në intervistën e parë. Pse Berisha nuk e sqaron librin Momir Bullatovici që e ka me dedikim për vllaun tim Sali Berisha? Pse ata nuk e? Pse i thot Rams vllavi Vučićit, të del Sali Berisha të ta sqaron në ambientet e kryeministrisë. Në 2007 më zgabofsha ka qenë kryeministër Berisha, ka qenë pushtet. Momir Bullatovic në Tirana ka dorëzu librin Sali Berishës për thyrjen e embargos. Unë e kam thonë edhe herën e parë, apet, ju lutem delni demantomni. Edhe thot, për vllaun tim që bashkëpunova për thyrjen e embargos. Po ndaj Edi Ramës që Edi Berisha që Edi Rama është vllaun e Vučićit. Çka thot Berisha, thot Berisha. Sinqerisht nuk ja vlen më marr me llafet e Berishës. Sinqerisht. Unë du me ta tregu një rast për Berishën. Kur ishte Rama në New York,
unë e takova, ishte me Tauland Ballën. Para zgjedhjeve kur ishte koha që vishin i takojshin diasporën për çështje elektorale. A e dini çka ka ndodhur aty? Çka ka ndodhur? Dy bashkëluftarët mi nga Amerika, kemi qenë me Tauland Ballën edhe kemi thonë, eja t'ja çojmë një Sali Berishës qytetari digital. Tash logjiko e merr Sali Berisha dhe del, na bonim humor, kam foto me ta. Do nga ju e pas kemi pasur këtë. Tash logjiko del Sali Berisha dhe thotë, unë kam informacion nga qytetari digital, na ja çonim humorin tani, i nderuar, Baton Axhiu dhe Berat Buzhala janë dy gazetarë shumë të njohur në Kosovë që e kanë shtrirë aktivitetin e tyre tani në Shqipëri. Ka shumë debate për këtë në Shqipëri, besoj i ke ndjekur. Po, i kam edhe i njoh personalisht. Do doja një opinion tëndin për Baton Axhiu dhe Berat Buzhalën, por sidomos për Batonin që është shumë aktiv dhe është i stacionuar në Tiranë, se Berati është edhe në Prishtinë edhe këtu. Baton Axhiu është kalibër i lartë. Mos thom ti intelektualit se kjo fjala. Se kjo fjala intelektual ka degradu tash. Po Batoni është një profesionist i jashtëzakonshëm, ka burimet e vetit të informacionit. Batoni, po ta përcjell një historinë e jetës, Baton është opinioni im kjo, nuk është kurrë. Opinioni juaj. Do të thotë Batoni, ato që e ka thonë ndoshta në 2097 ka ndodhur 98, ato që e ka thonë 97 ka ndodhur 99. Është një tash me qujt botuz, gazetar, moderator, sa i ka pas edhe misionet veta, shumë i informuar. Ku i informohet ai? I ka burimet, ju gazetar nuk i tregoni burimet e informacionit. Jo, dakord, për këtë çështjet e Kosovës, unë e kuptoj dhe ai ka informacion. Po këto çështjet e Shqipërisë ja kputën një herë kodo Astrid? Ja, nuk e di unë. Këto çështjet e Shqipërisë. Për Kosovë, për Shqipëri, për Kosovë. Edhe unë kështu them si ty. Për Kosovë në shumë informum. Tani ajo foto që ka Batoni, ka dalë atje me Ramën, edhe me Vučić. Kujtohet? Po, ka foto me... Edhe me sekretarin, me ministrin e jashtëm të Rusisë. Po, do të ka mujtë me qenë, e shef që po të del kjo që për thomë, Batoni ka burimet e informacion. Jo, e kompromenton, si që thonë, kundërshtar, armisht? Dejan, një gazetar, një moderator nuk i intereson kush është në anën e kundër. Ati i intereson të shkon të takimi, ta merr ato që duhet me marrë dhe nuk besoj. Dejan, fyrjet ndaj individëve të the ma heret, spion kjo është të tepër. Sidomos gazetarët, unë kam një intervista e parë u qekes. Me Christian Monitor, Christian Science Monitor, me Marin Colvin, e kam originalin tani ku ta dalin për zyre duke me ta dhuru. Originali i gazetës para 30 vite. Është nga gazetat më të rëndësishme në Amerikë, se këtu nuk njihet shumë në Shqipëri. Po atje në Amerikë është shumë e rëndësishme. Unë kam intervistën e parë për krejtu që kësë kam në atë gazetë. E ka ty? Do ma japsh atë gazetë. Po ta premtoj tani ku dalim, do ta jap. Kam bërë praktikën 3 muaj në atë gazetë. Do thotë është jo e printuar me kështu, është original gazeta. Dhe është gazetë 150 vjeçare. Edhe dikush e ka bërë atë intervistë? Kush e ka bërë? Marin Colvin, një ndër gazetarët më të famshëm të atij gazete që u vran në Irak. Në cilin vit është vrarë? U vran 2001. Po unë 2001 kam qenë atje. Po luftën e Irakut do të thotë. Në Irak, prandaj kam qenë në atë kohë kam qenë atje. Po kur Baton Axhiu flet me kompetencë për çështjet e Shqipërisë, për qeverinë këtu, për opozitën, për infrastrukturën, për rrugët e Tiranës. Mua vjen çik përqeshur me thënë drejtë. Do me lidh këto me bua analoge, pse Baton Axhiu, unë mendoj që e përcjelli, qërë mediat në Kosovë nuk i përcjelli, po e thom mediat në Kosovë... Nuk i lexon? More nuk i shiqoj fare. Po këto të Shqipërisë? Ska emision. Me vërtet? Ska emision, absolut asnjë emision. Po pse? Pëlqen debatin në Shqipëri edhe fund. Po du me dalë të Batoni. Batoni shpesh ja ka huq me Shqipërinë, ose te dyta. Si ishe, ma thy dhe njërë? Huq? Ja ka huq. Do dhe ja ka fut kot? Ja ka fut kot, dhe ishta më shprejsh. Që nge një mende me mua. Për Shqipëri, thash. Për Shqipërin po them dhe unë. Tjetër, Batoni nuk mund të jep analiza për të ardhmen, projekcione ku nuk i njeh ngjarjet
në Shqipëri, nuk e jeton. Se ka ja fut kodë dhe s'ka lidhje fare me... Sikurse, pa dash me lidh me protestën, sikurse disa kosovarë, shqiptarët Kosovës, unë si quj kosovarë, shqiptarët Kosovë, se vinë prej atje, tani më ngasmove. Vinë të bërtasin këtu. Po pra, tani kjo është pyetja ime. Kanë ardhur dhe me ato me pankartat e UÇK-s. Dhe kanë ardhur në turpshme, çka ka të bëjë UÇK-ja me rrëzimin e qeverisë ose mos rrëzimin e qeverisë në Shqipëri. Dëgjoj, zoti Çafoku. Unë do të vinë protestë në Shqipëri për interes kombëtar, kufive, interes që cënohet shteti shqiptar, territori shqiptar. Mu nuk m'intereson me marrë pjesë në protestë. Kush i organizon atë? Po të shihet kush i organizon. Kush? Emri ku i brohëritet në ato protesta nga ata kosovarë? A brohëritet Rënoft Albin Kurti? E ke? Po, e kam pa. Do të bën Albin Kurti? Po, simpatizant e ti. Pse unë po dalë protesto më Rënoft Albin Kurti? Ose tjetra, del organizata veterane, del kryetari Gucati edhe thot, në proceset politike të mbrëmshme të shtetit shqiptar, çka ka të bëjë, pse merret flamuri UÇK-s? Kono ka të me luftu UÇK-ja në Shqipëri? Të drejtë ke. UÇK-ja do ta merr flamurin larg qofshës. Jo, ata thonë që ne jemi diaspora. Ta sulmon Greqia Shqipëri. Jo, ata thonë që ta sulmon. Okej, edhe UÇK-ja. Ata thonë jemi diaspora, thonë. Cila diaspora? Diaspora. Fotomontazhet që del ke aty hani hotit e qitë keqoro ka vinë prej Londonit, mos, këto janë... Do dhe në shi turpa jo që vinë atë. Super... Bile, nuk është ligji miratun për përdorimin e simboleve të UÇK-s. Sa të duhet, nuk është miratu ala, është në proces, që janë bëme propozime... Që ndalohet përdorimi? Po, keq përdorimi, jo përdorimi, keq përdorimi. Po, kjo është keq përdorimi? Kjo është keq përdorimi. Po, sa dymë është keq përdorimi? Ndoshta e lejon ligji, ndoshta rregullohet me ligj që të mos përdoret as stadium. Shembull, unë nuk e di gjitha propozimet që janë bë. Tani më thuaj diçka për Berat Buzhalën, se ai është mbi palët, është edhe në Prishtinë edhe në Tiranë. Okej. Se më që një personalisht. E njoh. Unë kam një respekt për Beratin, edhe pse shpesh ka ndryshuar pozicione, nuk ka një vi karakterit vet. S'po flas për se unë jam kërkushit ta vlerësoj ata profesionalisht, se është gazetar në s'marr vesh në ato sene, po si karakter, si person, unë nuk, që më thonë, lëvizjet e qëndrimeve ti, para dite astriti mirë, mas dite i keq, mas dite i mirë në mëngjes i keq, dhe të del edhe, s'po du me thonë idiot. Tani, pati dhe incident e Fevziu me Albatros Regjen, se dhe ishtë bërë në analist në Tiranë. E këta e kanë e promovoni ju? Del tani Albatros Regja, dhe thot, unë jam eksperti, qëfar eksperti jeti? Ke punuar në zyrët e OSCE-s, OSB-s, ose ke punu për Euleksin, për këthys, mos ta përdori atë termin pejorativ popullor, jo për këthys, po diçka tjetër, edhe vjen e shitet si ekspert. Kom botu 100 libra, kom botu ato. Çka, cilës lami? Cili është profesioni direkt? Qa është profesioni i Albatros Regjes? Ma thuni cili është profesioni. A është gazetar, a është inxhinier, a është mjek, që kom studiu shembullin mjeksin, a është ti që ke qenë Skënderbegas dikur ke studiu për gazetarie, çka është profesioni ti? Përkthys në tlapa atë fjalën pejorative. E dalin se, ju zdi pse i promovoni atë shumë. A i vjen vesh me bozhurë. Këtu më bërë mirë këtu, po se kam unë dorë. Unë nuk përtomi ju, në kuptimin e personal, që unë e di kënë efton t'i studio. Jo, si është që pse ne shqiptarët e Shqipërisë nuk shkojmë Prishtinë t'ja japim mend. Atyre nësa këta vinë këtu edhe na japin mend më. Po se dojnë mja ndru dhe qeverinë ata. Këtu, për qeverinë e kam. Atje e ki pa burri dhe. Tani të bëjmë pyetje tillë. Të ka shkuar në ndërmendje të merrë pjesë të shkojmë protest? Në protest? Këtu, Tiranë. Jo në këtë rast që është kundrej Rame, po kundrej askujt. Që bot protesta e mbrëmshme për ndrim qeverie në Shqipëri, kurrën e kurrës tjetës. S'kisha marrë pjesë në ato protesta. Sepse është një çështje brendshme. Është një çështje politike. Okej, s'pe thoma se mbrëmshme, se na s'kemi çështje të mbrëmshme të jashtme Kosova me Shqipëri. Po çështje politike. Është çështje politike, e mirë fillt politike. Atëherë pse mu më takon që unë e votoj në Kosovë, Prishtinë, pavarësisht ku, vje me arë me thonë, valla s'o kam pëlqen e Edi Rama, i tako popullit shqiptar këtu.
votuesve shqiptar, simpatizantëve të tij, kundërshtarëve të tij, se normal që ka edhe qytetar kundërshtar. amerikan që ti voton dhe në Amerikë. Po, unë votoj në Amerikë. Çështja e Zvërnecit lidhej me Amerikën sepse lidhej me presidentin Trump, me dhëndrin e tij, Jared Kushner dhe Kush e ka bërë këtë lidhje? jo, lidhja është një projekt atje. Okej, pse lidhni ju, pse është dhëndri i Trumpit, është çështja e Trumpit, pse? Mas qaroti mu, pse, vetëm pse është Jared Kushner, burri i Melania Trump, pse është lidhje me Trump? Ti do të thuash që nesër ai mund të ndahet edhe s'ka Edhe çka tjetër? Mund mos jetë më dhëndër i Trumpit. Ai investitor është, do të thotë, çka ka të bëjë Trumpi dikur aty? Si e përcjellin shqiptarët e Amerikës së historinë e Zvërnecit? Jam shumë kurioz të di. Është një grup matrapaz, e them kështu publikisht. Është një grup matrapazësh Kush janë këta? Çfarë bëjnë këta? që s'lojnë metodë, pa gënjy, pa dezinformu të thonë që po dalin në protesta në Amerikë. Po du më joja vetëm 2 argumente. 3 protesta i kanë thirrë, kishe me përkra protestat kundër qeverisë në Shqipëri. A di sa kanë marrë pjesë? As ka 50 vetë. Qërë që kanë bërë turpin e turpit që kanë bërë ata? A protestat atje në New York e ke Po. fjalën? A di që kanë bërë ata? Në 19 qershor ishte Albanian Roots që organizon paradën shqiptare. Po. Qërë sa njerëz të ligë janë. Pse? Ajo organizohet nga Marko Kepi, Nick Është e Beqi. njohur, Okej, është do të thotë është gjaja më e madhe që organizohet në Amerikë. Dalin e shfrytëzojnë paradën shqiptare, do matrapas, do halabak, breg rruga aty dhe thojnë, poshtë e dirama se jemi dalë me bona protest. Bona protestën vetë, me të shofim sa jeni. Edhe detyrohet policia e shtetit, policia e New Yorkit thotë ikni prej këtuj. Do beturina i largojnë prej aty. Cili është mendimi juaj për Edi Ramën, për qeverisjen e tij? Është në mandatin e 4, mbaroi vitin e parë të mandatit 4, pra 13 vjet. Qeveritë e Edi Ramës, jo vetëm qeveria e Edi Ramës, qeveritë ajo është e 4-ta. I ka pas... Mirë, qeveritë ndërron ai, po vetë ndërron, vetë nuk luis. I ka pas ato skandalet e veta, na e dim rastin e Arben Ametit, na e dim rastin e Belinda Ballukut, na e dim rastin, do të thotë, po them, çështjen e Shqipërisë e përcjell çdo sekond. Mirë, po unë du me përkufizu vetëm me një. Kujt ja lejmë në dorë. Si kujt ja lejmë në dorë? Po heket. Unë e kam konsiderat për Ramën, po, absolut. E ke takuar njërë vetë? Po, thash e kam taku New York. Tani e taku New York? E kam taku New York, thash. Qenë edramist, do më thënë. Po, një njeri që Shqipërisë ja ka ndru faqen... E ka ndru faqen? Ja ka ndru faqen, absolut. Një njeri që i ka jep nder, emër edhe respekt në krejt botë Shqipërisë është Edi Rama. Një njeri, s'po flasë për politikat ekonomike të mrenshme, nuk e di. Po dëgjon Edi Rama këtu astritë dhe do t'japi një post, Jo, absolut. Do t'japi do të bëjnë një ministrore. Një njeri që çështjen kombëtare ka prioritare. Kur thom çështjen kombëtare, s'po thom çështjen shqiptare, çështjen kombëtare. Sali Berisha i thot vllai Vučić. Po mos na prish muhabetin tash me mështime folmu për milicën, për vjerrën e Sali Berisë që ardhen në Brooklyn. Mas demokracisë, se ka fola si fjallë shqip bre burri dhe kam qenë prezent. Shkina, në qofë se lejohet në këtë televizion të thuhet shkina, se sërb, shkin, në Kosovë sërbë ju thojmë shkije. Shkja, po. Shkina, vjera Sali Berisë, e martu me shkollu, me punsu me në Shqipëri gjatë pushtetit Xhaxhit Enver, do të thot, vjenën Brooklyn, të kushërit e burrit, të kushërit e Ramvuthit, edhe nuk e flet as një fjallë shqip. Qaja është, Sali Berisha ti thot dikuj, të ne e thuj një fjallë, Roland, qalen prej mace e han miun. Me gjithë të këtu nuk kam betur as një politikan i radikal. Jo, qalen prej mace e han miun, pik. Sali Berisha ka gjakun e përzim. Jo, se ka gjakun e përzim, se ai është nga... Nga kush? Nga trup, po janë? Nga një zonë që është e njohur. Absolut. Madje është pjesë sot edhe e Kosovës. Gjithë pjesa e Maslis Gjakovës. Po Gjakova, që ka të dy krahë. O kuptimin e familjes, se thash, Sali si Salin do shta jo. Po, 2 vëllezërit e milicës, e kënë dokument, unë nuk e kuptoj vetëm pse njerëz dalin e flasin në për studio
Sali Berisha patriot, ajo patriote, Liri Berisha patriot. Kemi se s'dumi përmend edhe emrat e asaj se s'është tema e bisedës. 2 dajat e saj, 2 vëllezërit e milicës kanë qenë oficerat lartë sigurimit Kosit kontra Obavez-Shtajna sluzhba në Beograd, burr. E kemi emër. E do të thotë, ky shkoi e martoi vajzën e milicës. Unë kam dyshimet e mia, mos ka qenë montuar. Si e montuar? Udba ka punu. Po sot ka shërbimi sekret serb? O detyre shërbime sekret. Jo, a ka, si ke informacione, themon? Po, në Shqipëri ka intervenime, ka... Po dash me thonë ato fundin e fundit, unë kam dyshimet e mia, e dhe dikun dështë edhe në informacion, që protestat janë ndikume edhe për shërbimet serbe dhe kemi disa informacione që protestat që bohen sot në Shqipëri, kanë ndikime, së tomë janë të organizume, se s'kam atë informacion, po kanë ndikim shërbimi sekret serb. Jo, ne dinim që me atë që ka thënë qeveria nga shërbimi sekretet të Iranit apo të tjera, po serbe... Po të Iranit është dalë publike, se përderisa dalin protestues. Serbe janë kanë ndikim? Serbe. Po që bëjë si, po që u duhet aty, për çfarë? Sa nuk ju duhet destabilizimi i Shqipërisë në kohën kur çështja e Kosovës tash në formimin e qeverisë duhet përfundon bisedimet me Serbi. Çdo herë kur Kosova ka qenë në risk, jo, si më kujton kjo, dy korrigu e ambasada në 1990? Bravo. Po pse, e besojt e? Pse pikrisht, pse pikrisht, shpallet Republika e Kosovës në Kaçanik, ndodhin tërëzirat në Shqipëri. Tjetra, merret sulmi merret activation order nga Solana për fillimin e sulmeve ndaj Thaqev serbe me 24 mars. Roland kam qenë në Tiranë me qatë ekipin Amerikan. Sali Berisha mante protesta në sheshin Skënderbej dhe ke duam zgjedhjet parakoshme. Ku i konvenon të destabilizimi i Shqipërisë, ku me qindra e mija të ardhën prej Kosovë kalonin kufinin me hien në Shqipëri mërburi dhe. Edhe sot e kësaj dite, ku çështja e Kosovë, pas formimit të qeverisë, e ka thonë edhe Bashkimi Evropian edhe Amerika, duhet përfundoj bisedimet me teknik me Serbinë, pse kërkohet destabilizimi i Shqipërisë mërburi dhe? Atër nuk kanë ndikim forcat serbe këtu? Astrid Tuskaj, falenderoj shumë si për herë, kjo është intervista e tretë që realizojmë bashkë dhe gjithmonë të sjell gjëra të reja. Falenderoj shumë. Shumë falenderit për ftesën, për mikpritjen, edhe një herë urime medalioni i familjes Jashari. Falenderoj shumë ty posaçërisht dhe familjen Jashari për këtë dhuratë kaq të bukur, kaq të mirë dhe ma bën zemrën plot. Falenderit edhe një herë. Falenderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga unë Roland Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.